Spak në bashkëpunim me autoritetet daneze goditën një grup që trafikonte heroin në Danimark. Ndaj dy shqiptarëve pjesëtar të këtij grupi u kryen veprime nga prokuroria e posaçme. Marcel Licaj u vu në pranga pasi gjykata caktoi masën arrest në burg, ndërsa për Ermal Licaj gjykata caktoi detyrim paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Në gusht të vitit 2023, autoritetet daneze kanë regjistruar një procedim penal dhe nisën hetimet ndaj një grupi me shqiptarë dhe të huaj, të cilët në kuadër të grupit të strukturuar kriminal kanë zhvilluar aktivitetin kriminal të trafikimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike të llojit heroin në mbretërinë e Danimarkës. Kjo veprimtari është trirë nga 1 tetor 2023 deri në 23 janar 2024 në 7 episode, gjatë të cilave anëtarët e grupit kriminal kanë futur në Danimark heroin përmes Suedis. Lënda narkotike e trafikuar përgatitej për shitje në tregun danez e përzier me lëndë të tjera si paracetamol dhe kafein me qëllim maksimizimin e fitimeve. Nga hetimet paralele të kryera nga prokurorët e dy vendeve, deri në këtë moment është bërë mundur identifikimi procedimin në Danimark i 3 personave, 2 shtetas shqiptar dhe 1 i huaj, ndërsa në Shqipëri është mundësuar identifikimi i Marcel dhe Ermal Licaj, për të cilët gjykata e posaçme caktoi masat e sigurisë. Hetimet vazhdojnë për administrimin e provave lidhur me implikimin e personave të tjerë të cilët dyshohet se janë përfshirë në këto veprimtari të palishme kriminale.